Kaj vite gjys, me torinat kirkoshat poshtë, i hieken atje se se la i zotit toks, ne kanë prunë këto. Tash për t'i dikë se na kena gjatë gjallë, se s'kena për t'i lonë, tu na sovë gjanja gjallë prej me torinave këto. Nuk pyet kush, me shku kot. Rruga sa dush. Rrugën kena pagu ka pak kresi lagje, e kena rregullu rrugën atje. Kurse këto e ka rregullua baba i kësaj. Si ka bajti ka pru ka rregullu rrugën. Pa baltë mos pyet. Më të vështirë heken e për gjënë gjallë. Si jenë dëraj, me gjithë grupu kam dalë, vetëm mos milan me hi me të rinat. Tu në të sofë. Tu të sofë gjënë gjallë prej me të rinëve. Se qërë s'hanë, plasmas. Turën më, gjënë gjallë turët në trezhmet. Plasmas, mos t'i kena djegna. Që të vëllëre, tu më me kamionar. Unë e gruja, ka me mledhe me lapat, e i djeqim. Pa qënë ka zani këtu, e hoshën. Pa të nerdi, pa të në pastru me thëndret. Para 2 vjeç. Ka 2 vjetë e kënes, ka pëtë kush. Pa rrugë, s'ka mund dorë kushën. Kena pagujt këtë si lagje, kena këtë, se ka qenë gropa dërshitonë. Zitori, pa shëshën është në nëvesh hajtë. Kena ka ditë, që të ka marë punë qëtë gjanë. Të vetëm mirë e që ka ngellë, këto. E gjithë situata, qoftë ajo e hedhjes së mbeturinave vende pa vend apo edhe mungesa e infrastrukturës rrugore në gjithë lagjen tonë është shumë problem. Jo vetëm në stinën e verës ku mbeturinat hidhen vende pa vend dhe banorët janë të detyruar t'i djegin pasi realisht krijohet një katastrofë mjedisore, duke llogaritur që këtu pranë janë edhe varrezat e qytetit dhe gjithë mbetjet, qoftë mbetjet e lagjës apo edhe mbetjet e varrezave digjen në të njëjtin vend. Dhe gjithashtu gjatë stinës së dimrit ku ka shumë prurje shiu, e njëjta situatë, kanali është mbushur plot me mbeturina dhe mund edhe të shkaktoj përmbytje. Absolutisht infrastruktura është skandal, ku banorët janë të detyruar që her pas here të paguajnë lek nga të ardhurat e tyre për të krijuar mirëmbajtje. Deri tani bashkia nuk ka marrë asnjë mas, para disa kohësh u vendos një kosh mbeturinash që pas disa kohësh u hoq. Edhe pas ngritjes së çështjes problematike të mbeturinave, kryetari i bashkisë është përgjigjur që zona nuk është pjesë e listës së pastrimit të bashkisë Kurbjen.